Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Përshëndetje, ministër. Përshëndetje, Venar, si e? Mirë, të si e? Mirë, shumë mirë. Si të drejtohem, ministër, doktor, kryetari i Vlenit, apo një ndër kryetarët e Vlenit? Ja, doktor mas mirë. Mas mirë, oke. U kryej puna, sa dhe ashtu jemi njoft në si doktor. Ah. Si shkon puna? Mirë, po mundohemi tash qeverisja bëhet 9 muaj. Unë besoj se mundohemi ta japim maksimumin. Edhe pse çdo herë ka hapësirë për kritika, po mendoj se si qeveri dhe si Ministri e Shëndetësisë aty mund të flas më shumë. Jemi munduar ta japim maksimumin ton në kuadër të mundësisë. Si e vlerëson, domethënë, vetë vlerësimin me notë qeverisjes deri tani? Prej 1 deri në 10. Prej 1 deri 10 apo prej 5 deri 10? Prej 5 deri 10, oke. Si note studentëve, unë mendoj se 9 që e meritoj. Nuk them 10 që se kemi pas e maksi dopsi, por 9 që e meritoj. Do kthehemi te çështja e qeverisjes edhe te Ministria e Shëndetësisë, po më intereson që është shumë aktuale ta di si keni kaluar me kryeministrin e Kosovës. Po, ishte një iftar i organizuar prej kryeministit të Kosovës, të cilin e kemi mik. Kështu iftari ka pas plot këtë periudhë, zakonisht gjatë Ramazanit ka organizime të tilla. Sishim pa një kohë të gjatë, ishte atmosferë e këndshme, biseduam rreth çështjeve aktuale politike. Kështu që një takim i zakonshëm që ka ndodhur me kryeministin e Kosovës. Kështu ka qenë edhe këtu, e kemi biseduar edhe aktualitetin politike në Kosovë. Informacionet jo zyrtare për takimin, pasi nuk pat asgjë zyrtare mbas iftarit dhe takimit, janë se është propozuar që ti t'jesh kryetari i Vlenit. Nuk ka pasur biseda të tilla, nuk kemi biseduar për kush. Më shumë kemi biseduar për organizimin e Vlenit edhe zgjedhjet lokale. Se aktualisht kjo është biseda çdo kundi ku të shkosh bëhet biseda e zgjedhjeve lokale. Edhe në Kosovë janë zgjedhjet lokale në tetor, kështu që më shumë kemi biseduar për mënyrën e daljes dhe organizimit të Vlenit, dhe në Kosovë gjithashtu të krijimin e qeverisë, zgjedhjet lokale atje që njësoj në tetor sikur në Maqedoni. A i zgjidhet keq kuptimet në mes kryetarëve të Vlenit? Rreth asaj se kush me kë do shkojë dhe si do shkonin në zgjedhje lokale? Jo, keq kuptime s'kemi pas në asnjë moment, po kemi pasur divergjenca në mendime, që është e shëndetshme për një koalicion, ajo e bën edhe më të fuqishëm. Kur i flasim problemet edhe mundësitë për dalje, flet se kemi kështu jemi të hapur me njëri tjetrin. Edhe zgjidhjet janë më të lehta. Zgjidhjet janë natyrisht më të lehta, edhe unë besoj se do të mundohemi deri në maksimum që ta gjejmë zgjidhjen më të mirë të mundshme, që të ketë sa më pak kënaqësi nëpër strukturat e 4 partive, sepse në qoftë se ne bëjmë një zgjidhje, mundemi ta bëjmë për 5 minuta, tulemi edhe të miremi veç kështu, por ajo do reflektohet në strukturat e të gjitha partive dhe nuk do të arrijmë rezultatin që e dëshirojmë, që të fitojmë sa më shumë komuna atje ku do të garojë Vleni. Prandaj edhe diskutimi ka zgjatur pak më gjatë mes nesh, në them disa javë, po i analizojmë të gjitha mundësitë dhe unë shpresoj dhe jam shumë optimist se në fund do ta gjejmë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Tani tregom, domethënë, cilët janë opsionet që ju nuk keni ndonjë marrëveshje përfundimtare, apo cilët janë opsionet për të cilët do zgjidhni një? Shihni, parim nuk kemi dilema se duhet del një kandidat i përbashkët i Vlenit si kandidat për kryetar komune në çdo komunë ku garojnë shqiptarët. Ajo është e zgjidhur. Ajo është padyshim se aty nuk kemi dallime. Dallimet janë më shumë te listat. Unë kam insistuar jo tash, po mbasi u krijua qeveria 23 prill, qershor, 23 qershor vitin e kaluar,
kishim një takim mbas 2-3 javësh, edhe konstatuam se më mirë Vlenin, fuzionimin eventual të Vlenit ta lejmë mbas zgjedhjeve lokale. Kjo ishte kërkesa e shumicës kryetarëve partive, edhe unë prej atëherë kam thënë me që e lëmë kështu, mendoj se në listat në zgjedhjet lokale, listat për këshilltar, duhet dalim veç e veç, jo për diçka tjetër për të garuar mes nesh, po thjesht për t'inkuadru sa më shumë njerëz në garë. Shembull, në komunën e Tetovës ka 31 këshilltar. Nëse dalim me një listë, ne duhet kemi telashe me antarësinë tonë. Ma shumë Besa, pasi që Besa është më e fuqishme në Tetovë. Kurse nëse dalim me listat veçanta, i kemi 124 kandidat për këshilltar. Dhe mobilizimi do jetë më i madh në këtë mënyrë, se sa nëse dalim me një listë vetëm do krijojë frustrime dhe pakënaqësi nëpër degët, në degët, çdo kush do thotë ne kemi më shumë, më pak është dhënë. Kështu që ky ishte varianti që unë e propozova, po e pash 3 kryetarë tjerë në kuadër të Vlenit, të gjithë ishin të mendimit se kjo mund ta dëmton, sipas modelit të tontit. Ishin insistues për një listë. Unë atëherë afrova opsionin e dytë. 3 partitë që janë Vlenit, do thënë Alternativa, Lëvizja Demokratike dhe Besa, të dalin me një listë, Aleanca të dalin me një listë tjetër, kështu dëmi është më i vogël. Edhe mobilizimi do jetë më i madh, ato të kenë 31 për shembull në Tetovë kandidat për këshilltar, ne do të kemi gjithashtu 31. Jo që pretendoj se ne duhet jemi të privilegjum, se shoh kohën e fundit ka tendenca, dikun tregohet se Arben Taravari edhe Aleanca për shqiptarët, disi janë troublemaker, janë ato që nuk pajtohen. Nuk është më mirë këtu mos pajtohemi, se sa në zgjedhjet sabotohen mes njëri tjetrit. Prandaj edhe insistoj ta gjejmë mënyrën ose modelin më të mirë të mundshëm të pranueshëm për të gjithë. E them me plot përgjegjësi, përkundrazi, zgjedhjet e parlamentarit vitit kaluar, ne dolëm bashkë për ta sjellë ndryshimin, edhe sollëm ndryshimin. Tash ky ndryshim duhet të reflekton realisht në strukturat tona. Unë e shoh edhe një farë pakënaqësie për gjitha strukturave, sepse nuk ka pas punësime, emrimet pak vonohemi, edhe kjo krijon telashe, jo vetëm te Aleanca, po edhe te gjitha partitë tjera. Edhe plus nëse i bëjmë edhe këto pakënaqësi, pse nuk është në listë këshilltarëve ky ose ai, unë mendoj se mund ta çelë, mund të hapë telashe edhe më të mëdha, prandaj jam insistues që të shkojmë me listë Aleanca veç, kurse partitë tem lent që ishin më para, të jenë bashkë, por e shohim këto ditë ne përsëri do kemi debat mes nesh, do t'i bisedojmë, grupet e punës janë duke diskutuar. Kohën e fundit që mos jem subjektiv në mbledhjen e kryesisë ngushtë, i autorizova deputetët që ato të diskutojnë, mos jem unë se imponues. Çdo kund e shoh ka tendenca për të më paraqitur mua si përçarës. Mund që janë struktura të pakontrolluara të Vlenit, por grupi parlamentar tha ne jemi shumë kompakt, është super. Urdhnoni si kryetar partie në kryesinë e ngushtë partisë, ju autorizoj. Aminin e keni. Po, ju merruni vesh sjellni kryesi të partisë se keni dakordsim, unë i pari e votoj pro, besoj se edhe të kërkoj përkrajen normalisht komplet kryesisë. Por në parim e them, nëse grupi parlamentar i yni me grupet parlamentare, në grupi parlamentar të Vlenit merren vesh, unë i pari do ta votoj pro asaj, sepse mendoj se mirë është që Vleni të vazhdon. Okej, atëherë do më tregojsh ato kanalet e komunikimit me BDI-s, çka do të thotë? Dëgjoni, kanale komunikimi ka me gjitha partitë, jo vetëm me BDI-n. Kemi persona të cilët të gjithë ne i kemi të afërt, të cilët janë mund se struktura të BDI-s, po kemi edhe njerëz funksionarë tonë të cilët komunikojnë me personat BDI-s normalisht, duke përcjell informata të caktuara që duhet përcjellen. Unë zbesoj se ka parti politike në Maqedoni, flas mes shqiptarëve, që nuk ka kanale komunikime,
them edhe besoj se edhe LD, edhe Besa, edhe Alternativa, edhe kush ato parti tjera edhe në frontin tash, edhe pse për mua nuk ekziston fronti, kanë komunikime, njerëz të cilët komunikojnë mes veti, kështu që edhe ne kemi pas kanale komunikimi. Ti ja komunikon me shokët? Jo, nuk kam, shif shumicën, po, me Zjadin Selën dhe Krenar Vllodhën nuk kam pas komunikim, as pak. Komunikimi i fundit ka qenë 5 shkurt 2024, kurse me antarët tjerë me gati se shumicën që i kam taku, edhe plot prej atyre tash janë në Aleancë për Shqiptarët, në këtë anë ku duhet, kështu që nuk e kam pengesë as pak, bile do t'isha shumë krenar që t'i shoh gjithë ato të kthehen në Aleancë për Shqiptarët. Këtu është shtëpia e madhe, këtu është antarësia, 90% e antarësisë, kështu që dyert do jenë të hapura gjithnjë për të gjithë ato të cilët edhe që gabuan dhe 2024 ishin në pjesën e frontit evropian. Të shtëpia e madhe kur e përmende, çka ndodh me çelësat e shtëpisë madhe? Dëgjoni, tash është lënda në apelin e Gostivarit. Gjykata e apelit uroj që ta sjellë vendimin meritor, kështu që ta presim vendimin. Tash për tash normalisht vulat i kemi janë te ne jemi oficialisht partës të Aleancës për Shqiptarët, po edhe antarësia unë shpesh e kam përmend. Partin nuk e bëjmë vulat, se kemi disa parti s'dua t'i përmendi për emri, që janë parti furgonash. Në kanë antarë 10-15 vetë, i kanë vulat, i kanë selin, por nuk kanë antarësi. Çdo herë partia është antarësia, është programi, është kauza të cilën e ka një parti, dhe jo vulat edhe letrit. Çka do ndodh nëse apeli e konfirmon vendimin që partia i takon Zjadin Selës? E kemi edhe ato opsione kemi menduar. Unë personalisht moti e kam thënë se t'ishte personalisht për mua, ja kisha shumë një qese e vulat, ja kisha dhënë leti mbahe me shëndet. Vetëm se plot antar insistonin, antar të kryesisë partisë, se nuk mund t'jetë pronë e dikujt partia. As e Arben Taravarit, as e Zjadit Selës. Partit janë pronë e qytetarëve, dhe para se gjithashtë antarëve të cilët kanë dhënë kontribut për krijimin e asaj dhe ekzistencën e asaj partie, kështu që do ta presim vendimin e apelit e mbas asaj e shohim si e bëjmë. Prapë të kthehemi te Vleni, kur pritet një marrëveshje e plot e cila do t'ju hap rrugë që të përgatitni për zgjedhje lokale? Sa më shpejt aq më mirë, që të kemi një vendim definitiv. Grupet e punës të deputetëve tanë janë komunikim me komplet grupin parlamentar i plenit. Në momentin që ma sillin një vendim që është i pranueshëm, për ne është okay. Na pritet që a ka ndonjë mundësi që ti të shkosh me BD? Unë kështu të them as që e kam mendu, edhe pse jam bisedu këto biseda nëpër ato kanale të komunikimit, ne do ta shohim. Shihni, mua më intereson mbi të gjitha mirëqenia e qeverisë. Qeveria të jetë funksionojë si duhet. Andaj e shoh si perceptohet Vleni në atë qeveri. Edhe këtë e kam shumë me rëndësi, sepse ne jemi aty brenda në atë qeveri dhe si koalicion Vlen, dhe mandej percepcioni i Aleancës për Shqiptarët. Unë nuk mundem të them se nuk më intereson as pak Aleanca për Shqiptarët, edhe pse jemi pjesë e koalicionit të Vlen, dhe si do të duket Aleanca për Shqiptarët në nëntor të vitit 2025, kur të mbarojnë zgjedhjet lokale, dhe patjetër që si kryetar partie kam obligim që ta nxjerr Aleancën për Shqiptarët me rezultat sa më mirë të mundshëm, normalisht para se gjithashtë Vlenin, po pastaj edhe Aleancën për Shqiptarët. Nëse nuk gjejmë një dakordsi me Vlenin, unë mendoj se opsioni i dytë që ne duhet ta mendojmë është opsioni edhe për dalë vetë, me lista për këshilltar, edhe për kandidat për kryetar komunash, i plot vetëdijshëm se jo me rezultat shumë të mirë, por spaku krenar dhe me dinjitet, me atë rezultat që e merr, i shef se në nivel republikan ke 50.000, 30.000, 10.000 vota
5.000 vota, këto janë votat tona. Nuk dua me një kup t'i vendosim krejt edhe krejt jemi njësoj, s'mund t'jemi krejt njësoj, asnjëherë. Duhet të dihet çdo kush në vlen, edhe pse kjo nuk është parsore, por duhet të dihet kush sa kontribut jep në atë rezultat mirë që bëhet. Ne mund edhe si vlen t'hupim në zgjedhje lokale. Nuk mund ta dim rezultatin, sepse edhe zgjedhjet lokale pak dallojnë prej zgjedhjeve parlamentare, nuk votohet partia ose koalicioni, sa votojnë personat. Prandaj edhe kam kërkuar edhe prej kryetarëve tjerë në kuadër të Vlenit që në disa 5-6 komuna, se në Çajër e dim se dominon LD-ja. Në Zhelin edhe Tetov e dim se dominon 5. Në Vrapçishtë e Gostivar dominon Aleanca. Në disa komuna kemi 2, 3, 4, 5 individ që janë super. Pse mos i vendojmë në anketim këto emra, pavarësisht cilës parti i takon, kush del në anketë të dyfisht, më i mirë, ai le të jetë kandidat i Vlenit. Okej. Sa Vrapçishtin e përmende, si e ke arrit marrjen e Isen Shabanit? Isen Shabani endes është antar i Aleancës për Shqiptarët, por i jemi takuar më 15 mars me Isenin. Ai po atë ditë kishte shpall kandidaturën si kandidat i pavarur për komunën e Vrapçishtit. Dhe kemi biseduar gjatë e gjërë edhe i kam thënë se në parim ne kemi qenë një familje 8-9 vjet. E ka vendin hapur te ne, e ftova dhe i tregova se patjetër do ta përkrajmë kandidaturën. Ai i pavarur, antar i partisë nuk është me rëndësi për mua, me rëndësi është se Iseni ka qenë pjesë e hindit të Aleancës për Shqiptarët. Nëse këto bisedimet me Vlenin nuk kanë sukses që të vazhdoni të qëndroni kështu si jeni, a do thotë se do kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare së bashku me lokalet? Në parim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare realisht vendos VMRO-ja, ka 58 deputete. Mund ta ndryshosh ti edhe plus znamje janë 64. Kështu që nuk mund ta imponojmë partitë shqiptare mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Unë me sa e shoh, kryeministri nuk jo se ka një disponim për të shku për zgjedhje të parakohshme parlamentare, por në Maqedoni e keni parasysh. Asnjëherë punët nuk mund t'i parashohish, edhe pse i analizon të gjitha opsionet dhe variantat, çdo gjë është e mundshme. Okej. A vlen Vleni? A vlen Vleni? Definitivisht që po, unë mendoj se ka pas rezultate që i ka për Vleni. Spaku shumë krenar jam që s'ka pas afera e rastet montume, vrasje. Normalisht, kur janë 4 parti, është funksionaliteti shumë më i dobët se sa një parti tjetë, dhe kjo na ka bë pak më letargjik të jemi në funksionim, por përsëri sukseset aty janë. Ka edhe rezultatet që janë arrita, ka mund më shumë, besoj se ka mund më shumë, por them si do të shkojë koha, besoj se edhe ky koalicionim do të funksionalizohet më mirë. Okej. Tash kthehemi te ngjarjet të dhimbshme në Koçani, cilët janë informacionet e mbrëmshme në atë drejtim që trajtimi i pacientëve, ku është trajtimi i atyre pacientëve të lënduar. 16 mars në ora 7 është krijuar shtabi i krizës në Ministrinë e Shëndetësisë, në zyrat tona, ditë e diel, kur e morëm lajmin që 59 janë të vdekur. Dhe prej atëherë janë mobilizuar apo janë trajtuar afër pak më pak se 200 pacientë, 193 nëse s'gaboj. Dhe strategjia ishte që pacientët para të merren në Koçani, një pjesë në Shtyp sepse aq janë kapacitetet të Koçanit, mandej në qendrën klinike dhe nisën ofertat. I pari që më kërkoi ishte Ministri i Shëndetësisë i Bullgarisë. Në ora 8:30, pastaj Ministri i Shëndetësisë së Shqipërisë, po Serbisë, po Greqisë, po Kosovës, Albania ka kërku, po Malit të Zi, të gjitha merr. Kroacisë, plot shtete që na ofronin ndihmë.
E ne në shtap të krizës nga ora 10:20 mëngjesit vendosëm që rastet më të vështira Ti dërgoni atje. i evakuojmë jashtë shtetit. Dhe mendoj se e bëm një them kështu lëvizje shumë të mençur. Sot është dita e 15 pas tragjedisë në Koçani, 0 janë të vdekur, 83 pacientë janë jashtë shtetit dhe 106 pacientëve që janë në trajtim shtëpiak. Dhe këto ditët në vijim përsëri presim që të kthehen një numër i konsiderueshëm i pacientëve. Një tragjedi e ngjashme ka ndodhur në Bukuresht Po, para dikundi edhe në 10 Brazil, viteve. Brazil në Sao Paulo. Në Bukuresht i mora numrat që kabinetit mi treguan, në rastin në diskotek kanë vdek 27 të ri, kurse gjatë trajtimit, mbas asaj, kanë vdek 37 plus. Prej djegjeve dhe prej Prej djegjeve, asfiksimit. po. Mbasi kam përjetu ditën e parë dytë, 37 tjerë kanë vdek. Ne dita e 15 kemi 0 të vdekur, që nuk do të thotë se ky numër kështu do mbese, du të jemi rezervuar dhe i kujdesshëm. Kemi Po shpresojmë se. 4 pacientë që janë në gjendje shumë kritike, por ne shpresojmë dhe urojmë që kolegët tonë jashtë shtetit japin maksimumin që edhe këto të kalojnë rrezik. Si do të ishte epilogu nëse pacientët do të trajtoheshin të gjithë në Maqedoni? Unë mendoj se në qoftë se të gjithë i kishim në Maqedoni, ju garantoj se ditën e parë tregova se më pyetën gazetarët pres konferencën mbrëmje sa janë kritik pacientët, thash dikundi 23 janë shumë kritik. Unë besoj se mund, nuk them 23, ama sigurisht mbi 10 vdekur ne do kishim 100% 10 ditët e parë, e matutje nuk e di, nuk mund të them, dhe besoj se e bëm menaxhimin më të mirë të mundshëm. Besoj se nga fundi i javës së ardhshme nuk do të kemi mbi 50 pacientë jashtë shtetit. Okej. A e mbulon qeveria, shteti i krejt harxhimet e këtyre shërimeve? Ne ishim të gatshëm t'i mbulojmë të gjitha harximet, por kemi sinqert se 99% të shteteve fqinje dhe mike të Maqedonisë që i pranon pacientët nuk pranon që të bëhet pagesë. Disa bile i dërguan edhe avionat e tyre, disa edhe makinat e tyre speciale për t'i marrë pacientët, edhe për t'i kthy. Domethënë komplet trajtimi është falas, po fondi shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë në çdo moment ju ka thënë se në qoftë se duhet ose keni limit 10 ditë ju i trajtoni mbas asaj duhet pagujmë ne jemi këtu. Vetëm mund ndodhe 2 ose 3 pacientë që mund të pagujmë diçka shtesë. Përveç që nuk pagujmë asgjë për shërimin e pacientëve, qeveria me propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë e miratoi edhe vendimin që Harxhimet e familjarëve. për 2 familjar edhe biletat e avionit, apo autobusit, apo taksit të paguhet dhe qëndrimi atje të jetë i paguar prej qeverisë, ku qëndrojnë në hotel apo banez diku ku paguajnë. Por unë dua këtu ta shfrytëzoj rastin që t'ju falenderohen të gjithë mërgjimtarëve tonë që jetojnë këto shtete, që janë solidarizuar pa mas me familjet e të sëmurve që kanë qëndruar në shërim jashtë shtetit. Tragjedia e Koçanit a është një thirrje e fundit që t'i ndroni të paktën ato autoambulancat që janë në kohën e Titos? Po, unë mendoj se ne kemi programin ton që spaku 100 ambulanca të bëhet shpallja si vjet për t'i blet. Vetëm duhet informat në qeveri të dërgohet që të nisim të marrim ambulanca speciale për transportin e pacientëve më të vështirë në Maqedoni. Okej. Edhe qendra e djegjeve më intereson. Ku është, domethënë, a duhet të investoni për qendrën e djegjeve që po bash Zoti të ndodhen në të ardhmen edhe të menaxhojmë ne këtu qendrën e djegjeve? Prej 2013 Maqedonia nuk ka qendër djegjeve, deri në vitin 2013 ka pasur, por kanë qenë 2 kravat. Gjatë kishim një qendër për djegje me 10 kravat, prap ishte shumë pak për 193 pacientë. Andaj
neve na duhet dhe do ta mendojmë një qendër për djegje që të bëhet në spitalin 8 shtatori, por kjo nuk është zgjedhje në kështu raste, por patjetër që mendoj se duhet të kemi një qendër për rehabilitim të këtyre pacientëve dhe një qendër për djegje të cilën me shumë gjasa do ta përgatisim në spitalin e qytetit në Shkup 8 shtator. Faleminderit shumë për kohën, edhe shpresoj se nuk do të shifemi në kështu emisione lidhur me ngjarje makabre. Faleminderit për mundësi, shpresoj që të bisedojmë vetëm për tema pozitiv. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga